Klodi qante në krahët e lëndrimit pa u përpjekur ta fshitë më veten. Lotët I rridhnin ngadalë, jo si shpërthim, por si një lodhje e gjatë që më në fund kishte gjetur një vend ku të pushoj. Trupi I tij ishte I rënduar, jo nga pesha e momentit, por nga gjithçka që kishte mbajtur brenda për kaq kohë. Lëndrimi nuk fliste. E mbante fort me një qetësi që nuk vinte nga forca, por nga kuptimi. Unë kur nuk kam dashur me baloj, tha Klodi mes frymëmarrjes së thyer. Zëri I dridhej, jo nga frika, por nga padrejtësia e ndjesisë se ishte keq kuptuar. Gjithçka që kam ba se kam dashur me e mbrojtur Elionën. Ajo fjali dukej sikur mbante brenda gjithë historinë e tij. Klodi nuk ishte nga ata që flasin shumë. Ai kishte zgjedhur gjithmonë heshtjen si mënyrë për të mos lënduar, për të mos e përkeqësuar situatën. Por heshtja, me kalimin e kohës, I ishte kthyer në barë. Çdo gjykim I gabuar, çdo fjalë e hedhur pa e ditur të vërtetën, e kishte gërryer nga brenda. Ai e dinte çfarë kishte ndjerë dhe pse kishte vepruar ashtu, por bota rrallëherë ndalet për të dëgjuar arsyet. Eliona për të nuk kishte qenë kurrë një lojë, kurrë një situatë për të shfrytëzuar apo për të dukur. Ajo kishte qenë një përgjegjësi emocionale, një njeri që ai e kishte parë të brisht në momente kur askush tjetër nuk po shikonte. Dhe kur shet dikë të tillë, mendoi ai, ose largohesh, ose qëndron për ta mbrojtur. Klodi kishte zgjedhur të qëndronte, në krahët e lëndrimit, ai më në fund e lejoi veten të thyej. Nuk ishte dobësi, ishte çlirim. Lëndrimi e dinte këtë. Prandaj nuk e ndërpreu, nuk I dha këshilla boshe. Thjesht ishte aty. Nganjëherë, mbështetja më e madhe është prania që nuk të gjykon. Unë e di kush jam, vazhdoi Klodi me zë të ulët. E di çfarë kam dashur me ba. Po më dhem që nuk u pa ashtu. Dhimbja e tij nuk vinte nga humbja e një imazhi, por nga fakti që qëllimi I tij I pastër ishte keq interpretuar. Ai nuk kërkonte të dukej hero. Ai thjesht nuk donte që Eliona të mbetej vetëm në